për situatën politike në Tiranë, në Prishtinë, në trojet tona, por sigurisht me sy duke parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku sot kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me zotin Agim Aliçkaj, drejtues ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Zoti Aliçkaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për teje, zoti Dilber, për mundësinë që të jap mendimet e mia. Ju jam mirënjohës. Zoti Aliçkaj, do ta nisim me në Shqipëri, sikur e tham edhe përpara se të në këtë bisedë. Si e shikoni situatën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Disa protesta, ne jemi mësuar që në Tiranë kemi shpesh protesta, ato kanë qenë politike. To janë të parat qytetare edhe po vazhdojnë me rezistencë. Kanë të hequr vëmendjen, transmetimet live nga mediat europiane dhe amerikane, debat politika pas edhe atje, nga kongresmen, por edhe djali Bidenit dhe ju i dini më mirë dhe keni përcjell, që jemi bërë, nga disa mendojnë si fushbeteja asaj lufte që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, jemi bërë në Tiranë, ndërkohë që teoritë e komplotit nuk kanë munguar, qeveria, populli, u nis për zvërnetësin kaloj politike, nga Tirana akuzohet se këtu mund të ketë dorë çike edhe Prishtina me Tetovën, por a kanë të drejtë shqiptarët në troje që të kujdesen dhe për në Shqipëri, se ne i kemi edhe në preambull të Kushtetutës, pra kemi një debat që është hapur në këtë verë në disa këndvështrime. Shumë është një situatë e komplikume, kishim Kosovën të komplikume, edhe Shqipëria në obo, nuk ka thonë këtë i madhe Isa Boletini, unë jam mirë kur është mirë Shqipënia. Nëse Shqipëni nuk e kemi mirë, asnjë shqiptar kudo që jeton nuk është mirë. Kështu që ne jemi të shqetësuar, po unë me të thonë drejtën nuk jam shumë i brengosur, jam i shqetësuar për situatën, sepse nuk dëshiroj që del jashta dore, nuk dëshiroj që të bëhet në një situatë violente, kur njerëzit e pafajshëm e psojnë. Ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumica e shqiptarëve jemi të impresionuar me organizimin e këtyre protestave, cilat janë në nivelin më të lartë. Dhe dhe ti thonë gjithçka dojnë politikanët, dhe ti cilësojnë si dojnë ata. Unë për veti një popull kaq të bukur, kaq të mirë, një rini kaq të madhështore, nuk mundesh me qitin rrugë kot, nuk mundet as Irani me qit, as Serbia, as Greqia, as askush, i qep pa drejtësia. O grumbullu në Shqipëni, o grumbullu pa drejtësia, njerëzit gjatë gjithë saj periudhe kanë lypë secili për veti me gjithë zgjidhje janë ikë, por gjatë kësaj kohe të i po një pas një veprimet e qeverisë despotit Edi Rama, i cili nuk është ka udhëhequr në mënyrë demokratike, po ai e ka zhvilluar jo demokracinë në Shqipëri, po hajdutokracinë. Kështu që të i po gjitha këto, populli o mbush, edhe njëherë mbushet kupa, populli eksplodon. Kontratat ndryshme që nga Zvërneci, që nga Rjolli, që nga Butrinti, Sazani, Vlora, kudo në Shqipëri janë të dyshimta. Sepse nuk është të sigur që, normal që ato e përfiton edhe Shqipëria si shtet, por duket që më shumë kanë përfitu individ caktuar, oligark, ose të huj, ose të mbrëmshëm, se sa që ka përfitu Shqipënia dhe populli shqiptar i Shqipërisë. Me gjithë këtë pasuni, me bregdetit mrekullueshëm, me gjitha këto Shqipënia për këto pas rënies komunizmit është dashur lulëzonte, njësoj si edhe Kosova. Por me qenë se elitat e ndryshme nuk e udhëheqin për interesin e popullit, po udhëheqin për interesin e vet, kjo është problem i cili ka shkaktuar ardhen deri te kjo situatë. Populli ka dalë në rrugë, ka dalë prej zorit, nuk ka dalë prej qefit. Kush nuk ka dëshirë të del protestoj atje, ka të humbet kohë, më mirë e kalon me familjen e vet. Por këtu është një problem shumë i madh, edhe kjo është pastër popullore, shpresoj që kushdo që është organizatori që ende s'po di, ekzistojnë disa emra, ato nuk e di, por shpresoj që këto të mbesin pasore, shpresoj që të vazhdojnë edhe interesi i Shqipënisë
i Shqipnisë mas pari, edhe i mbar kombit shqiptar është që Edi Rama të largohet sa më parë, të jap dorëheqje. Është shumë e vështirë sepse ai është një autokrat, një njeri që është edhe arrogant, edhe i pasqellshëm, edhe nuk shon pe alet, ai nuk shon pe alet, edhe ka kriju një strukturë në Shqipni shumë që kudo. Për atë edhe gjitha ato korupcione këto edhe nuk dënohet askush sepse e ka kap komplet sistemin e Shqipërisë. Gjyqësorin, policin, gjitha, edhe praktikisht e vazhdojnë edhe ky mendoj se do të shkon në mënyrë të pakufishme. Ma në fund populli është ka i thot jo, ndal, stop. Edhe unë besoj që ky popull ka me ndalë Edi Ramën. Zotja Liçkaj, pra ju nuk besoni që janë, siç thotë Rama, ata armiqtë e Trumpit që ngriten të gurgulen? Jo, nuk janë armiqtë e Trumpit, fare. Dëgjoj, është populli shqiptar. Se ne, kjo është interesant, kur ata që janë fajtorët, në këtë vërtet që fajtori është Edi Rama me qeverinë e tij, me qeverisin e tij, ata lypin arsyetime sepse nuk dojnë besojnë që ata janë fajtorët. Ata janë personat që kanë shkaktuar këtë revolt. Nuk ka lidhje fare me Trumpin, as me asken, përkund as me Kosovën, as me Serbinë, as me asken. Ka lidhje me qeverisjen e keqe, qeverisjen e korruptive të kryeministrit Edi Rama. Kjo është drejt për drejt. Tashti, kur lidhet me Amerikën, ne gjithmonë ata këta të gjeta arsyetime mas leti i kanë mi thonë popullit shqiptar, mos u çoni kundër Amerikës, Amerika ka shpëtu Shqipërinë, Kosovën, nuk ka të bëjë as pak. As zoti Kushner, as zonja Ivanka Trump, as oligarket e Katarit, as oligarket e Arabi Saudite, po del aty që në Holland janë edhe një ruse, 4 të shqiptar që ende s'dihen emrat e pastaj, do të thonë, këtu është një përzimje e madhe i oligarkëve e hajnave të gjithë botës, a kupton? Ata nuk e kanë shliruar Kosovën, nuk e kanë shpëtuar Shqipërinë. Presidenti Wilson e ka ndihmuar Shqipërinë, presidenti Clinton e ka ndihmuar Shqipërinë, nëse ka nevojë presidentit Clinton ja marrojnë nivel ku don Shqipëri, më të bukur nëse don. Por ne nuk duhet tash, jo, ai ka shpëtuar Amerika Kosovën, ne ka shpëtuar, jo, më po çoni kundër Kushnerit, kundër Amerikës, kundër Izraelit. S'është e vërtetë. Populli shqiptar i don popullin e Izraelit, i don gjithë popujt e botës, sepse populli shqiptar është popull i dashur, popull që i ka respektuar gjithmonë kombet tjera. Bile, na ma shumë i respektojmë tjerë nga njëherë që kemi të pru se sa vetë, që unë e konsideroj që është e të prume, a kupton? Ne duhet mas pari ta respektojmë vetën, ta duhem një tjetrin, shqiptarët po do që jemi, edhe pse na kanë nda me kufi, në gjitha anet ne duhet jemi të bashkum me zemër, me vepra, me punë, me marrëdhënie, familja me familjen, që edhe është ka ndohë. Unë të thonë drejtën, pas lirimit Shqipënisë edhe pas ngjarjeve në Kosovë,